Evolucioni i një shoqërie amerikane vendase, një udhëtim në përhistorinë e lashtë. Si një kulturë amerikane vendase, populli Chickasaw e ka prejardhjen e tij te popujt migrator të periudhës paleo-indiane, e cila shtrihet nga afërsisht 10.000 para Krishtit deri në 8.500 para Krishtit. Legjenda thot se Chickasawët migruan për breza nga vendi në perëndim për t'u vendosur në atë që tani është Juglindja. Klima ishte më e thatë dhe më e ftohtë se sot në shekujt pasi njerëzit emigruan për herë të parë në Amerikë dhe akullnajat mbuluan tokat veriore. Njerëzit e epokës paleo-indiane endeshin në përvend në grupe të vogla familjare të zgjeruara dhe gjuanin tufa mamuthësh, mastodonësh, bizonësh gjigant, kuajsh, përtacësh dhe megafaunash të tjera të Pleistocenit. Punime artizanale për mbijetesë, vegla guri të bluara dhe bujqësia e hershme. Njerëzit e kësaj epoke përdornin shtisat me maj klovis për të gjuajtur, të cilat janë zbuluar në të gjithë Amerikën e Veriut, si dhe në atë që sot njihet si Mississippi. Majat e klovis shpesh bëheshin nga stram egzotik me cilësi të lartë ose strall, dhe nganjëherë gjyrmohen deri në Alabamën veriore të ditëve të sotme dhe Tennessee qendror, atë dheun historik të fisit Chickasaw. Deri në epokën arkaike, 8.000 para Krishtit, në 1.000 para Krishtit, akullnajat shkrin ndërsa temperaturat u rritën dhe luhatën. Ndërsa klima ndryshoi, disa nga kafshët e mëdha të cilat vareshin amerikanët e lashtë të kësaj epoke u zhdukën. Përfundimisht, temperaturat u bën më të qëndrueshme, gjë që u lejoi popujve vendas të vendoseshin në mjediset e tyre. Lumi i Mississippi, gjithashtu, bëri kalimin e tij nga një rrjedhë akullnajore e rrugëve ujore që konvergjojnë dhe divergjojnë, në një lum të gjerë, gjarpërues dhe fushë për mbytyje të pasur. Për paraardhësit e Chickasawëve, lumenjt do të bëheshin autostrada për ta për të tregtuar mallra në bordin e kanoheve të gërmuara. Ushqimet bimore dhe kafshët më të vogla, siç janë drerdhat me bish të bardhë, u bën burimi kryesor i jetesës, ndërsa njerëzit u përshtatën. Me shpikjen e veglave të gurit të bluara, njerëzit e lashtë të Amerikës së Veriut filluan të përpunonin ara ose fara siç janë arat e hikorit, lisat, lule diellit dhe kenopodium. Sëpata gurit të bluara dhe të lëmuara u zhvilluan gjithashtu për të tharë pemët dhe për të punuar drurin. Majat e prehta u coptuan nga druri i qerpiqit me cilësi të lartë dhe më pas u ngjitën në shtisat hedhëse, të cilat u lëshuan me ndihmën e atlatlit ose shkopit të hedhjes së shtisës. Fundi i kësaj faze të gjatë kulturore u shënua nga rritja e popullatave dhe krijimi i territoreve, me grupe të lëvizshme njerëzish që mblidheshin sezonalisht përgjatë lumenjve në vendet e butakëve. Fshatrat e epokës së pyllit. Ngritja e vendbanimeve gjysmë të përhershme. Populli i lashtë vendas si Amerikës filloi të krijonte fshatra gjysmë të përhershme klanore gjatë epokës së pyllit dhe mbështetej në masën më të madhe në arra dhe fara të ziera në enë qeramike të balte të shënuara me kordon. Bimët, kafshët, peshqit dhe butakët e pasur të ligatinave mbështetën paraardhësit e fiseve të sotme jugore dhe të luginës së Mississippit. Gjunia dhe mbledhja vazhduan gjithashtu me popullata gjithmonë më të mëdha përgjatë luginave të lumenjve. Ndërsa gjatë periudhës së pylltarisë së mesme, tregtia në distancë të gjatë arriti kulmin me lëvizjen e teheve të drurit egzotik të qerpiqit, bakrit vendas, galenës, kristalit kuarcit, guaskëve meriore të zen nga sutijena tricimnilës dhe sendeve të tjera të vlefshme. Teknologjia e qeramikës dhe ndërtimi i kodrave nga dheu për ceremoni komunale dhe rite funerare u bën gjithashtu një tipar universal i shoqërive të pylltarisë. Shtisa e hedhjes u zëvendësua nga arku dhe shigjeta drejt fundit të epokës së pyllit, dhe njerëzit filluan të gjuanin kafshë më të vogla. Ndërsa burimet e ushqimit të egër luhateshin, stresi dietik u rrit në vendet me fluks popullatesh dhe disa nga klanet më të dobta filluan të vdisnin nga uria. Misri ose misri i kokrës ishte zbut fillimisht në Meksik,
por arriti në juglindje gjatë periudhës së vonë pylltarisë dhe parashikoi ndryshimet dramatike që do të vinin. Epoka e Mississippit, themelet e kulturës së amerikanëve vendas të së dygjit. Shoqëri komplekse dolën në pah gjatë fazës kulturore të Mississippit, e cila zgjati nga 900 deri në 1600 erës sonë. Pusa më e madhe e kulturës Chickasaw, si ajo e disa fiseve të tjera jugore dhe lindore, mund të gjurmohen deri në këtë epokë. Pasardhësit e Mississippit të amerikanëve të sotëm të Shteteve të Bashkuara juglindore a përvetësuan gjerësisht organizimin sociopolitik, dietën, kozmologjinë, zakonet dhe praktikat të tjera të kësaj epoke. Ndërtimi i kodrave arriti kulmin gjatë epokës së Mississippit dhe arkitektura e kodrave dhe shesheve u përhap në të gjithë juglindjen, Midwestin dhe luginën e Mississippit. Disa vende kodrash ishin qytete, me 1000 ose më shumë njerëz që banonin brenda mbrojtjes së një palisade druri. Të tjerët ishin qendra ceremoniale, ku fiset të shpërndara mblidheshin periodikisht përgjatë lumenjve në vendet e butakëve. Një nga funksionet kryesore të klanit ishte të siguronte lidhje farefisni me antarët e klanit në fshatra të tjera dhe tradicionalisht një person nuk lejohej të martohej me dikë që kishte gërma së tij ose të saj. Ndërsa klanet e vjetra totemike mund të jenë nënvlerësuar kryesisht nga elitat që përfitonin nga mbajtja e një shoqërie të stratifikuar, njerëzit nuk e braktisnin kurrë institucionin thelesor të organizimit shoqëror matrilineal.